është me armë, unë e dalë me 9, unë dalë me 10, unë nuk dalë pa alti. Kështu që kjo është një stil i jetës që ju ka servu e këtyre trive. Unë mendoj që ka shkaktar të ndryshëm këtë, sidomos nëse i referohem 5 rasteve, secili rasti ka specifikën e vet, rasti i vushtrisë me tinejdžert e ka një specifik të vetën, ndërsa rasti në Stanëv është prapë specifike vetja, me karakter mafiaz mund ta quajmë vrasjen në Prishtinë atje mes grupeve të Spanjës, ose edhe vrasjen banditeske, se nuk mund është me thonë kriminale, e grupit atje që i grabeten. Ata janë veç bandit tjerë, kështu që... Po dhe banditi janë kriminal, edhe banditi është kriminal. Edhe është kriminal, po kriminali është kur të dënuar. Unë kam qef pak më rezervu, deri sa të kem një vendim, mos të gjykojnë anë për studio televizive. Po, e qure shet që njeri ka gjujt me armë, po sigurisht. mujnave edhe me... Nëse i shohim të gjujt me armë, ka dalë, grabitjen, e shohim, publik, të gjujt me armë, na mos me qujt kriminala? Po kriminal janë, po janë veprime kriminale, na lë njëherë se ai vendim. Jo, se ka monopolin veç gjykata me thirr dikon kriminal. Se ekziston në botë monopoli juaj, edhe mediat mund të thirrë. As studio teme pas nuk e kisha thirr dikon kriminal derisa të vërtetohet. Jo, valla, nëse e shoh tu gjujt, nëse unë e shoh tu gjujt, është e incizuar, tu gjujt me armë publika, kriminal, çush po të më thon aty, dashamir. Okej. Ajo është 1% që përfshin vepër kriminale. Hajde vazhdojmë, mos mesim qështu, veç neve nuk e ka monopolin vetëm gjykata, ta dish, kur kena t'inqizum, dikon, tu gjujt me armë, mos na pa mundësoni me e thirë që shdojnë. Unë pa mundësoni avokati Visa Reca, as një avokati. Ani. Unë këtë kalëzën që në studio, unë do të rezervujem edhe në publik, nuk do të rezervujem nga epitetet, ndaj personave. Ani veç, ju do të rezervoni, na heq. Ju vazhdoni. Na që inqizojmë, jo studio. Publiku që kur i nxojmë me kamera, janë kriminal. Ata që i nxojmë me kamerë, tu gjujt, ose tu sulmu, janë kriminal, ata që i shohim kamerë. Po, së kjo që duhet me metën këta, veç njona thatë janë tinejdžer, tjetëri është grup mafios. Grupi tjetër, për 5? Jo, grup mafios. Ndërsa tjetëri keme me motive tjera në Stanëv që ende nuk i dim. Dua të them, motivet për vrasjet në pas luftës, motivet e vrasjeve në mes shqiptarëve, si pas mendimit tim, deri me tani 90% të rasteve janë motive banale. Ne. 2. Rastet isha përqendru pak të vrasjet e tinejdžerëve si kryes të vepra penale. 90-95% arsye banale kanë shkruar lirisht. Vrasja e tinejdžerëve, pse gjithë ky vullnet i këtyre trive për me përfshin vepra penale të vrasjeve. Unë mendoj që këta i shtyn kanë një motiv që i bjen deri në këtë nivel që ata fillimisht me pas armë, e pastaj edhe me kriju bindjen, edhe me pas edhe dëshirë për me përfshin vepra penale. Unë kryesisht ja kom lënë fajin edhe rrjeteve sociale, mirë po edhe atyre që shpërndahen në rrjetet sociale e ekskluzivisht tekstet dhe sputet e këngëtarëve të muzikës moderne. Seriozisht nuk i spot, çdo i dyti spot i një këngëtari e kiet me armë, edhe teksti është me armë. Unë e dal me 9, unë dal me 10, unë nuk dal pa alti. Kështu që kjo është një stil i jetës që ju ka servu e këtyre trive, edhe ata janë të prirur, se edhe ne kemi qenë tri dhe janë të prirur me imitu artistat që e kanë pak si idhull, edhe këtu spute, këtu tekste janë e influencojnë të shumë rinin kosovare dhe ata menojnë që edhe jeta reale është që ashtu edhe e marrin edhe krijojnë edhe bindjen. Pastaj edhe janë edhe lutrat, video lujna që kanë qenë disa lujna konteri dhe PUBG. Ja, mund të shfrytëzojmë as figura akcesi kur ki qef mund të bëj ashtu, aksesi në armë. Pse është kaq i lehtë? Aksesi në armë, pse është kaq i lehtë? Sa i përket aksesit në armë, këtu ka dështuar shteti i Republikës Kosovës në parandalimin e qarkullimit të armëve, jo sepse armët janë hyrë para lufte dhe gjatë luftës, kështu që na kemi problem me parandalimin në qarkullimin e armëve.